Shkreta së mërë frymë. Në momentin që shkon fëmija në shkollë, aty është dikush i cili duhet me u kujdes për atë fëmijë. Jo në aspektin edukativ, në sjellje, mësim nxënje, çito. E thash prej klasës 6 tutje, sepse dikun ka klasa 7, 8, 9, aty fillojnë fëmijët edhe tani duhet kuptojmë edhe një tjetër anë psikologjike, sepse mosha 14, 15, fillojnë hormonet, fillon fëmija me dasht, me dalë më pa, fillon me pas një status aty në rrethin ku është, edhe kështu gradualisht fillojnë. Mirë po, pse po e potencoj psikologun? Po e potencoj për shkak se unë e kam bën një studim në një shkollë fillore dhe në një shkollë të mesme, dhe ka rezultuar prej 120 personave që janë pyet nxënës, kontakti psikolog nxënës ka qenë të jetë i ulët. Domethënë, një herë për një problem shkon fëmia te psikologu, mirë po ma tutje s'ka mo. Ta përfundoj. Mandej se e di shka pëtër me thonë ti bullizimi atyne, jo pse shkoj, jo... Po në shtim thëmë që mos të qëtë psikologu, dhe mos të shkështë psikologu je budal. Jo, si budal të psikologu. Për çka është ai aty? Na i paraprim se Për çka është psikologu aty dhe për çka janë të gjithë njerëzit aty me spjegu, me qartësu që nuk shkon i trendit e psikologu. Mos shpejt kërë në frikën të fëmija. Mos e thiri policin, mos e thiri të të t'jabë injekcion, kur s'mojë fëmija të nësë vëzëmë apo dojna më këthy atje mrapa, apo dojna me full diçka që ka është reale, që ka po ndodhë. Sepse unë, që se filloj me shku deri të gjeneza familja, duhet neve me nalëshu deri në mëngjes me nalon emisione. Me dona të familja problemi, krejt. Unë po të thëmë që të familja edhe unë, si kur ti po thu, edhe unë po thëmë, mirë po në momentit gjëndela i fëmijë nga shtëpia dhe shkon në shkollë, i kalon disa orë në shkollë,